Në një ambient ku tensionet, ndarjet dhe konfliktet kanë dominuar prej ditësh, një moment i thjesht, por shumë domethënës, arriti të ndryshojë atmosferën e gjithë shtëpisë. Bia dhe lundrimi sot u shfaqen qartë si i vetmi çift i vërtet brenda shtëpisë, në një kohë kur çiftet e tjera janë shpërbër, janë distancuar ose kanë humbur lidhjen emocionale mes tyre. Ky fakt nuk kaloi pa u vënë re as nga banorët dhe as nga publiku. Veprimi i Bias, kur ajo e puthi lundrimin hapur, pa komplekse dhe pa frikë nga gjykimi, përballë të gjithë banorëve, ishte një deklaratë e fortë. Jo vetëm për ndjenjat e saj, por edhe për lojën që ajo po bën, një lojë të sinqertë, të drejtë për drejtë dhe pa maska. Reagimi i banorëve, të qeshurat, duartrokitjet, komentet pozitive, tregoi qartë se ky moment u perceptua si diçka e bukur, e natyrshme dhe pozitive, jo si provokim. Në një shtëpi ku shpesh strategjitë janë të ftohta dhe marrëdhëniet ndërtohen për interesa momentale, Bia po tregon se ndjenjat nuk janë dobësi, por forcë. Ajo nuk u fsheh, nuk u përpoq ta minimizoj atë që ndjeu, por e shprehu hapur, duke fituar respektin e atyre që ishin përreth. Kjo është arsyeja pse shumë e quajnë superlojtare, sepse ajo nuk luan role të rreme, por përdor autenticitetin si armën e saj më të fortë. Lundrimi, nga ana tjetër, u shfaq i qetë dhe i përfshirë në këtë moment, duke e pranuar dhe respektuar gjestin e Bias. Kjo krijoi një ekuilibër të bukur mes tyre, një ndjesë bashkëpunimi dhe afrimiteti që mungon dukshëm të marrëdhëniet e tjera në shtëpi. Kur çiftet e tjera janë të ndara, të pasigurta ose të mbushura me dyshime, Bia dhe lundrimi duken më të bashkuar se kurrë. Ky moment nuk ishte thjesht një puthje, ishte një mesazh. Një mesazh se loja mund të bëhet edhe me zemër, se forca e një gruaje qëndron edhe në guximin për të shprehur ndjenjat e saj, dhe se publiku e ndjen dallimin mes së vërtetës dhe teatrit. Bia po tregon se është jo vetëm një lojtare e fortë, por edhe një femër e sigurt në veten. Pas ballafaqimit nuk kishte më vend për keqkuptime, as për justifikime të vogla që mbahen gjallë vetëm për të shtyrë fundin. Ekranet e mëdha kishin folur. Pamjet, fjalët, deklaratat e thëna larg shtëpisë, gjithçka tashmë ishte në dritë. Ajo që deri dje mund të quhej dyshim, sonte u kthye në të vërtetë të pakundërshtueshme. Edi dhe Dolce qëndruan përballë njëri tjetrit, jo më si dy persona që kërkojnë përgjigje, por si dy njerëz që po kuptonin se rruga e përbashkët kishte marrë fund. Sytë e Edit ishin ende të skuqur nga lotët. Zëri i tij dridhej, jo nga inati, por nga lodhja emocionale e dikujt që kishte luftuar gjatë për diçka që tashmë e ndjente të humbur. Pse ma bëre këtë? E pyeti ai, me një thjeshtësi që dhemte më shumë se çdo britm. Nuk ishte një pyetje për të hapur debat, por një thirrje e fundit për sinqeritet. Pse e lejoi të besonte? Pse e mbajti afër, nëse në fund gjithçka ishte thjesht lojë? Dolce heshti për disa çaste. Nuk kishte më skenar, as kamera që ta shpëtonte nga e vërteta. Pastaj foli, me një ton të përzier mes mbrojtjes dhe dorëzimit, unë të kam dashur, o vëlla. Çfarë të bëj tjetër? Ti s'më doje. Ato fjalë ranë. Jo sepse ishin të ashpra, por sepse tregonin sa larg ishin bërë nga njëri tjetri. Secili kishte ndërtuar një version të vetin të historisë. Edi mendonte se kishte dhënë gjithçka. Dolce mendonte se nuk kishte marrë mjaftueshëm. Mes këtyre dy perceptimeve, u shua ajo që dikur dukej si ndjenjë, për Edin, ajo fjali ishte goditja e fundit. Ai kuptoi se po flisnin gjuhë të ndryshme, se ajo që ai e quante dashuri, ajo e quante mungesë vëmendjeje. Dhe kur dy njerëz nuk bien dakord as mbi ndjenjat që kanë ndarë, atëherë ndarja nuk është më zgjedhje, por domosdoshmëri. Biseda nuk u zgjat shumë. Nuk kishte më kuptim. Çdo fjalë shtesë vetëm do ta thellonte plagën. Në atë heshtje të rëndë, të dy e kuptuan se ajo që i kishte lidhur, po i ndante tani përfundimisht, kështu erdhi ndarja. Pa dramë të madhe. Pa britma, por me një qetësi. Edi u hap përballë lavdrimit në një nga momentet më të ndjeshme brenda shtëpisë, duke treguar një shqetësim që prej ditësh e mbante brenda vetes. Zëri i tij ishte i qetë, por i mbushur me pasiguri dhe lodhje emocionale. Ai i tha hapur se kishte ndjerë një distancim të dukshëm nga Dolce, një ftohje që nuk mund të injoronte më. Sipas Edit, Dolce nuk qëndronte më pranë tij si më parë. Nuk rrinte me të, nuk i afrohej spontanisht dhe ato momente intimiteti që dikur vinin natyrshëm, tani mungonin. Ai vuri re se puthjet ishin rralluar, përqafimet ishin bërë të ftohta dhe shikimi i saj nuk ishte më i njëjti. Nuk kishte më atë dritë, atë ndjenjë lidhjeje që dikur i bënte të ndiheshin afër edhe në heshtje.
Edi i rrëfeu lavdrimit se ajo që e dhemte më shumë nuk ishte vetëm distanca fizike, por ajo emocionale. Ai ndjente se Dolce ishte diku tjetër me mendje dhe zemër. Shpesh herë e kapte duke humbur në mendime, duke mos qenë plotësisht e pranishme në bisedat mes tyre. Kjo gjë e bënte Edi të ndjehej i pasigurt dhe i pavlerësuar, sikur po humbiste gradualisht vendin e tij pranë saj. Në këtë rrëfim të sinqert, Edi shprehu edhe dyshimin që e mundonte më shumë. Ai mendonte se mendja e Dolces ishte te Benedico, italiani i Grande Fratello, një mendim që nuk e kishte të lehtë ta pranonte, por që ishte ngulitur në mendje për shkak të sjelljes së saj. Ai kishte vënë re mënyrën se si ajo fliste për të, interesin që tregonte dhe krahasimet e pashprehura që, sipas tij, krijonin një mur mes tyre. Lavdrimi e dëgjoi me vëmendje, pa e ndërprerë. Ai e kuptoi se Edi nuk po fliste nga xhelozia e verbër, por nga frika e humbjes. Nga ajo ndjenje e hidhur kur e ndjen se dikush që do, po largohet ngadalë, pa zhurmë, pa përplasje, por me heshtje. Një largim që dhem më shumë se çdo debat. Edi pranoi se kjo situatë po e konsumonte emocionalisht. Ai përpiqej të sillej normalisht, të mos ushtronte presion, por brenda vetes ndjente një zbrazëti të madhe. Çdo mungesë vëmendjeje, çdo shikim i sër. Gjatë pushimit të primet, kur kamerat u tërhoqën për pak çaste, por tensioni mbeti po aq i fortë, Edi nuk arriti më të përmbahej. Gjithçka që kishte mbajtur brenda gjatë gjithë mbrëmjes, çdo lot i gëlltitur, çdo fjalë e pashprehur, shpërtheu njëherësh. Inati, shgënjimi dhe dashuria e pashuar u përzien në një moment të vetëm, të dhimbshëm dhe të vërtet. Ai ju afrua Dolces me dhëmbët e shtrënguar, me duart që i dridheshin dhe me sytë e mbushur me një përzierje zemërimi dhe lutjeje. Nuk ishte më ai Edi i qetë, i matur, që mundohej të ruante dinjitetin para të gjithëve. Ishte thjesht një burr i lënduar, që nuk po e pranonte dot humbjen. Pse ma bëre këtë gjë? I tha, me zërin që i dridhej. Nuk ishte akuzë, ishte dhimbje. Një pyetje që vinte nga thellësia e shpirtit, nga ajo pjesë e tij që ende nuk e kuptonte se si gjithçka kishte marrë fund kaq papritur. Ai vazhdoi, pa i ndalur fjalët, sikur po i dilnin nga zemra pa filtrin e mendjes, unë të kam dashur gjithmonë. Gjithmonë. Në atë moment, koha dukej sikur u ndal. Sepse nuk ishin fjalë për lojë, as për publik, as për kamera. Ishin fjalë që nuk thuhet shpesh, fjalë që dalin vetëm kur njeriu është në kufit e vet emocional. Edi e shikoi drejt në sy dhe shtoi, me një sinqeritet që dhemte, ti je më e mira që mund të shoh këtu brenda. Edhe jashtë. Ishte një rrëfim i vonuar. Një deklaratë që ndoshta duhej thënë më herët, ndoshta në një moment tjetër, por që tani vinte si një britme e fundit për diçka që po i rrëshiste nga duart. Në zërin e tij kishte pendes, kishte dashuri, kishte edhe frikën se po humbte jo vetëm Dolcen, por edhe versionin e vet që kishte besuar tek ajo. Dolce qëndronte përballë tij, mes fjalëve që nuk dinte si t'i kthente dhe një realiteti që tashmë ishte vendosur. Ajo që për Edin ishte dashuri e thellë, për të ishte bërë barë. Dhe ky ishte kontrasti më i dhimbshëm nga të gjithë. Edi nuk po kërkonte kthim. Nuk po kërkonte falje. Ai thjesht donte të kuptohej. Donte që ajo të di.